miq dhe dashamiq, jeni me emisionin Mrena Jashtë. Është emisioni ku sa menoni që jena shumë jashtë, na faktikisht jena mrena. Në njëjtën kohë, kur doket që jena mrena, jemi komplet jashtë. Sot mysafir në studio kam një person i cili është prapa muzikës, prapa dizajnit, revistave, e logove që ti e unë trimi keti kena konsumu, po i ka bo një njeri që nuk bën shumë zhurmë. Edhe s'ka qef me marrë flamurin edhe që unë e kom bo. Mysafiri jam muj me thonë me plot gojë që ka bo ma shumë se 90% e skenës politike aktuale në Kosovë, po flasë. E kush dhe kush, marrë dhëtë në ta. Bashkëthemeluesi i kompanisë, akuzoj me thonë bashkëthemeluesi i kompanisë Rota? Bashkëthemeluesi i kompanisë Rota, ku edhe ka realizu përgatitjet grafike për botimin në gjuhën shqipe të stripave të njohur botnor, X-Men, Spider-Man, kur i kena lexuar këtu për shkak dorës. Alan Fordin mos marrë. Edhe? Alan Ford. Edhe Alan Ford plus. A dini kush është Alan Fordi? Normal që nuk e dini se nuk keni bërë research. Vitin 1978, 13 vjet, me aparat në dorë, e ka fotografuar Nën Terezën. Ndash besoni, ndash mos besoni. Po mos besoni, se s'ka lidhje se na i kena faktet, adin që dëshmojnë të kundërtën. Njëri prej lexuesve të flak të këtyre stripave jam konune, edhe jam shumë i lumtur që në studio kam Luan Tashin. Do më thonë që ka kom përmend deri tash Luan, jam veç 2% e të bëmave. Do shtë edhe 3. Po thu që dejnë 3 kena më rri. Kim rrit e 3. Mirë se vjen, Mirë që gjej. dhe do të them mirë se shkon në fund të emisionit. Po. Ka dal. Do të me dal jashtë. Po, normal. Atëherë, Luan, kësha dash me fillu me fillimin tënd si fotograf. Në moshën 13 vjeçare e ke fotografu Nën Terezën në Prishtinë kur ka ardhur me vizitu. A e ke ditë që tu fotografu histori, a e ke pas thjesht me këshyr me testu aparatin apo bën çashtu që shmenojmë? Mendoj që dyjat. Jo veç aparatin, po e kom pas edhe filmin Ilford 400 ose, e më interesoj ke po mdali fotografitë e mira. E para më mos të shkrep që aty mos të shbo filmi? Po, dhe si shbo punë e madhe, po Se kish ditë. se ajo mas një vjetë e fitoj çmimin Nobel. Do më thonë tek mas një vjetë e bo famë botnore, pa te në 79-ën, more or less. Nuk e kom ditë si emër, po nuk e kom ditë sa e ka peshën e madhe, edhe erdhë, ajo në tap aparatin. Apo më kthem pak në qëtë pjesën të kur i ke pas 13 vjetë, ku e pe, qysh, a ke pa në lajme, a ku morë vesh? Jo, ko pas koja ka që jo në gazetë, jo në për emisionit dokumentare, në për televizion. Edhe kom ditë që Nona Terezë është shqiptare, ato e kom ditë që është e Shkupit, ka jetu një komplis rrenë, më dhe prap Shkup, më dhe prej Shkupit ka shku në Londër, në Angli, më dhe prej aty të Kalkut. Dhe më thoni, kom ditë disa gjana që kanë qenë për më ditë, edhe ishëm në ndërtesën C12 në Ulfian, në përpëllë 78-ën, edhe unë atëre, ajë gjenerat është marë, dunë me kuptu një gjatë që s'ka pas internet, s'ka pas si programe televizive, satelitore, kablovike. Edhe lojna s'ka pas shumë futbol. Po na ato lojra që e kena luajtur, kena pas edhe pas lojna, këtë dërtera, 8 hyrje si cilla hyrje ka 10 fëmijë. Pa ndo 7-8 fëmijë dishëm me lujt. Edhe kena lujt mbrapa një farë, ka qenë një farë vendi ku kemi lujt. Ajo e ka pas, ai vendi ka pas emrin mbrapa ndërtesës. Okej. Do s'ka pas emër. Atë po shkoj mbrapa ndërtesës. Ti më kon gërmi e kishte ditë ku dush me shku. Edhe ashtu që artin, me thonë një farë lloj të artit, edhe njohurin për letërsinë botnore, ko marrë për nonës. Nështë të kallëzova pak më herët këtot, tash që moshën nështë 4 vjeçare, 5 vjeçare, unë e kom ditë komplet Hamletin e Shakespeare-it. Nështë çdo detaj jo, po e kom ditë atë bazë se çka ka ndodhur. Unë me 5 vjetë si di që kom ditë, për shembull. Edhe ajo ma ka sfigu qatë sakt, edhe kur ka ardhë, pura plus në kinema, me nanën kena shku, më smetojnë çdo javë. Çdo javë e mu përdore, kinema, kena me shku. Edhe nana ta ka ble aparatin që... Aparatin aja ka ble... Që u bo sebeb me fotografu Nën Terezën. Mandej ajo ma ka ble gitarën e përforcusin, 79-ën, Gibson Les Paul në atë kohë.
Ka qenë Gibsoni, më s'me thoni pari në Kosovë. Jam hi e kom qysh ai Gibson sot po kushtoj ke $3.500 diçka. Po që ai kushton i Me ri. çmimet solle. Amo i ri, kjo është vintage. Vintage ai. Që i bjen- Se ku ta bleni një kerr i cili është i viteve 50 Aha. apo i dreqt. Ai si Aha. kushton. Po çka kushtu në atë kohë? Po thushi me 15.000 e shet. Ashta 15.000, jo veç me një 2-13.000 shet. 2-13.000. Ku e mon qatë gitare? Se kom në vëllau e ka në Angli. Në Angli. Ku banana në Angli? Vali. Tash po du me dalë të një pyetje tjetër. A Hajde. mendon që nën Tereza, nëse e kish pa fotografin që ja ke bo, t'kish thonë, Luan, përdore pak Photoshop që tu, atë kish thonë, leq është të naturale, se po kam qef naturale, më do. Këshire në atë kohë nuk u konet qa që plak. Dhe më thotë s'ka pas edhe shumë rrudha. S'ke pas qa mi Po hek. kom pak e kështu e krysum pak, por s'ki pas çka me hek. Po. E tash më thonë të gjithë ndigjuzve edhe shikuesve që se jam të ndigju prej njerëzve në këto rrjete sociale. Unë nuk i kam, po të ndigjoj për njerëzve. Aha. Si po më thonë që jo, nona Teres ka ditë shqipe, që është stupid. Aty ku më qelë pra në sajtë, më thonë, kemi marrë oksigenin në jetë. Ua! Mrenda 1 metre, kështu, ha? Ka full Shqip krejt ku. Në Shqipe qa që të bukur. Në Shqipe e shkup. E shkupit, shumë më bëqen Shqipe. Është, as nuk është toskrisht, as gegnisht, është një farë miksi. Po. Amo shkupjan që tipike, ha? Edhe, për në Teres kësha me forë shumë ma shumë, po tash s'kemi ko. A më këshlo me bo, zbesoj. Nuk besoj se u ko një grup qatë simpatik me dësu, ka të bukur me në busjeshit. S'kish pas nevoj për Ja, Photoshop. s'kish pas nevoj. Po do për rrath që në kondo do. Do njerës që në kondo për rrath që në do. I kështë e largu. Ata i kësha eliminu këtë. Nësë me aprish. Zdi e ke po, se tash për lidhet, nëse s'ga bën njëni prej njerëzve të parë që e ka përdor Photoshopin në shqiptari, nëse s'ga bëj, është Enver Hoxha në atë fjalimin që e ka në balkon, Eva në atë autobiografinë e vetë kërkush të është dëshaj. Ajo është Photoshop analog, me brush. Llogaret e tash, për çfarë vakti po flasim. Kur nona ta ka bo dhurat albumin The White Album nga Beatles, a u kon qaj momenti kur e ke vendos veç pak se po më do këtë që karatës s'kom ja po hajrin qysh mu i mja po hajrin muzikës. Është e vërtet, por edhe jo plotësisht e vërtet. Sepse, unë e maj me në vitin 1979, AC/DC del me albumin Highway to Hell. Edhe Bon Scott, hala gjallë, John Lennoni hala gjallë. Gjdo dit, unë kom qenë shkollën e mesme të mjekësis vitin e parë, 79-ën, gjdo dit, dhe më thonë, në pushimin e gjatë, unë kom pas me i vrapu dikur një 500 metra për me mri në banes. Okej. Në C12. Nga. Dhe më thonë, në më konë hazat si kur do me nga në 100 metra, dhe rikështë të vëshëmëni si antilop. Edhe, me shpejtësi dritës, kom hi në shpe, kom qenë tjera, dhe sa një pare, kom shumë gramofon, Highway to Hell. Edhe 10 minutat e parë, në konë me filit AC/DC. Mas asaj, jem këthy në shkollë, pa hongër, pa pi kur gjave, qaqë për mu, konë qajo. Dhe më thonë një, nashta një 3-4 muj ma vonë, 3-4 muj ma vonë, për ditëlindjen teme, për më pytë nana, tha, qka kështë pas qef, tha me të di? Thash, kështë pas qef, a në ndërko, unë e pas të shtëpile mallave, vjetra mbrapa, Zahir Pajazit, ndërtesa, nanën e djathë, ku është Tebi, më thonë hymja Tebit, nanën e djathë ka qenë dyqani maj madhi plakave në Prishtinë. Aty ka pas plaka, të më thonë, sepse ishë Jugoslavi kanë qenë 4 produksione ose 5 muzikore cilat kanë botu plaka. Ka qenë Beogradi, Suzi e Kroacis, Zagrebit, ka qenë RTV Ljubljana e Slovenisë, Diskos e Sarajeve, që ku ta dine. Këta ta kanë prodhu plaka të hujat, me licencë, of course. Edhe aty ka qenë heaven për muzicienta. Të më thonë, ti shumë senet ti s'ke mujtë me ndigju në radio, se ka qenë totalisht e pamundëm, ko pas ko e mushe me një,
Zakonisht në Aty këto. funton dëshirash ka qenë. Bile funton dëshirash ti. Sot të tisha me telefon, ka nga qëto, tek, nesër, mitë, mas 24 ore. Me ta lëshu ka. Ashtu ti ke edhe dëshira me gut tani. Edhe po më pyet nana, tha, çka kishe pasur më? Unë veç e pash që e kishin pru setin komplet Beatles. Please me, te Let It Be. Pas të albume. Plus edhe disa kanë qenë si kompilacione, Love Songs, Rock and Roll, albumi Kajtlet, albumi Kuq. E për Beatles sa ti ke ditë prej ditë çaty. Kom ditë më herët, se unë djali lagjës tem, Samin, do të më përmend dhe i falenderoj shumë, unë kom su për Beatles prej ti. Shumë më herët. Okej. Por mu nuk më kalon karatea, nuk më kalon fotografia, nuk më kalon kjo. Kur thon fotografi, unë harrova me thonë sen. Që nuk kom pas komplet laboratorin, jo vetëm aparatin. Jo, si po dieta atëherë në atë vakt. Kom pas krokusat, kopjusin, atë tabelen, tercen, ato kemikale, doznat për mi zhvillu negativat, mi ter, mi fshi, do më tuna jo konë procedurë. Ti për me pa fotografi, çka ke fotografu, ti të ka lash 15 orë. Po, seriozisht. Për bedi për që ti me mujt me pa në fund, qa kish kretu. Edhe s'ka këthej brapa, atë mas nej. Edhe që ka ndodh, shkova i bleva këtë plakat. E di që prej përball gradit, dërmija, që ashtu është qujtë, shpia mala e jetër, terin të shpia me është bagi, terin të rethi, me thonë, rethi i spitali, poshtë. Të më thoni ka pas, bagin. Edhe une e di që kërë kom marrë të plakat, qatë shpet kom rapu shpet, sa që i themrat më doke që po brekin për mas në kry. Me të pritë që mingu, auto të që po ti me ardi kush rrugës? Jo, mingu. Okej. Edhe une albumat, për shumë albumat e parë, Please Me, Revolver, edhe shumë albumat parë, unë i kom ditë të ndikon. Por White Album mu mi ka qelë sytë. White Album është, na i thojmë i White Album, dhe këtë botë e thotë White Album së është i bardhë. Edhe është unik se është krejt i bardhë. Se në atë kohë nuk ka ndodhë, zë ka pas dizajnë. Edhe e ka pas një asi vullë thotë. Pak, shtu më anë, është ka shujtë The Beatles. Do më thonë është i vetëm një album dizajna, Less is More. E dini, ha? Less is More, kjo less, po kjo është more zhag. Kjo zhag hish. Edhe kur ku marrë të albumin dorë, është o bardhë. E kom ditë që vetë dizajni është diçka që më kalon për shtypje, edhe bardhëzime në 4 fotografitë të tëne, edhe teksti me të përhimt. Qatë teksti me të përhimt, qatë... Përhimt ta mitë bardhë? Po, përhimt, me thonë një 60% përhimt, jo ma shumë. Qatë përhimten e kumë përdojt për 100 logot Kosovës. Hera parë për thonë se këtu së ditë. Eksplozive! Kur i kumë bo logot, e kumë bo qatë përhimten, e kumë qitë. Të më thonë, kjo është një... Nuk e kumë bo nashta me vedije, por mande e kumë kuptu pëse kumë bo. Më thonë, ka qenë t'i shka mërenda me e cila ka dalë mande. Definitivisht, nuk është badi hava. Edhe albumi është, bile, është albumi i parë dy fisht, double album, është një histori të rock and rollit. Kur për para s'ka pas. Do më thonë ti e ke përjetu dy fish albumin në një album, plus e ke përjetu një cover i cili për atë kohë ka qenë tabu, sepse unë e di që dizajnit jënë konë ato cilat e kanë shti njerin me u afru të qaj plak edhe me marë. Duni me kuptu që për shembull në atë kohë kanë egzistu dorsat, kanë egzistu shumë bende të njoftë në atë asaj kohë. Bile ka qenë koha Flower Power, që është full colors, gjyra, LSD, Jimi Hendrix, në të volim me që 1967-68, 67. Edhe suddenly, të po vjen një dishka bardhë, jashta krejt sistemi. Krejt sa ke po. Tipografia një helvetika e thjesht. Helvetika fonti që me e adhuroj. Edhe unë në fakultet i mësoj studentat me përdor helvetika. Timeless. Nuk është i pazavendësueshëm. Është i pazavendësueshëm. Ku do që e fut, kryen punë. Ku dush. Loq. Ku dush. S'ka lidhje hiç ku veçet. Edhe, veç ta kryej edhe çto. Edhe albumi i parë për mua ka qenë një revolucion për mua personalisht. Sepse ka qenë një diçka që nuk kom dëgjuar më. Më tholi muzikë totalisht jo komerciale, por diçka që kom thonë this is it. Çto do na më bë? Që kjo është çajo cilën unë kom bën jetë. E kom lënë Bruce Lee në ana, e kom lënë
fotografi në ana që kom lënë krejt, edhe e marrë me muzikën, edhe për tu marrë me muzikën ke mësu bateri, bas, den me lujt, kitar, edhe vokalist, më herët e diskutum që veç të vynë me knu 3 vjetë pa unalë jetë se mësosh edhe të bëhet zani i mirë. Shkon as 10-15 vjetë dhe mësosh. Po du me të pyet në familje ty, a të thrasin ma shumë bab, apo të thrasin ma shumë, hey, one man band? Sa i përket familjes, unë jo që mundu, po ja ka qenë e natyrshme, unë fëmijët e mi më pas dosta. Ka qenë shumë e natyrshme. Jo pse unë ka pas momente që më kodja rap. Po rëpësia jeme ka qenë kryesisht në prova. Kur ku bo muzikë me djemë. Shumë avole ku marrë vesh kur ka zbrit drini njëherë. Poshtë për i kati dytë ku kena ushtru, ka zbrit për i ka thonë pranë verës gru. Kur me qatë njeri mos ku me bo muzikë? Që të më ka bru. Ure te këthy brapa, në kom një veri, kujdes tempo ja që. Jetu bo ma shumë se sa që duhet, ma thjesht, Ma pak. Ma pak vjeri, se nuk është poeta të artin përgjithësi këti me bo shumë. Less is more, thejmë, prap less is more. Less is more, it's a rule of the life. Për gjithë shka edhe kur të fletë, edhe kur të studi, edhe kur të aktron, edhe kur të punon. Ma pak, të marin ma, edhe je ma, okej. Nese ti e ki biznisin me fut shumë. Po, That's the business. Mos u keq kupta. Ja, ta më puna. Ma shumë thirin mon me mbend, a? Po. Si one man band kom punu për ndryshe në Turqi shumë vjetë. Edhe vitin 98, viti kriza më e madhe kur ka qenë këtu, dhe më thonë, 97-98 ka qenë crucial me thonë për mu, sepse vitet e 90 unë si prindi 2 fëmijëve, i pa punë, ka qenë shumë vështirë me mbjetu Kosovë. Filloi lufta 98 në poshtë të naltë, dhe më thonë kish aktivitetet të UÇK-s, po hala nuk e kemi ditë saktë se çka ka ndodhur. Edhe normal si çdo vjet, fëmijët e mi se vjet përpara kom shku ku mbo portrete, kom vizatu. Njëre ish Jugosllavi, mandej në Greqi, mandej në Turqi, Greqia na i nali vizat, kur edhe vetë shqiptarëve nali vizat. Po. Edhe ti pse ki pas pasaport të Jugoslav, thjesht ta ka dhënë. S'ka lidhje, po. S'ka lënë me dalë ato. Për shkak interesave përbashkë që kanë pas këta me vetë. Ashtu që Turqia mbet si opcioni i fundit, por shoqërisht që më ka mbet opcioni i fundit, ku ata më kanë prit fenomenal. Veçanërisht shqiptari i Kosovës me 2 fëmijë, familja, s'ka pas turqeli që nuk më kanë dhënë. Familje. Sa që mas luftës unë më rapa kokës teme, shtu ku kom punu në me kësi dizajner, kom pas flamurin e Turqisë, kom pas më rapa këtë. Po flasë miljerë mas luftës. Po, normal. Plus Turqia ndërshetet e para që la njofti, hyni me trupat e veta, i bonin ndihma populatit civile, sot të mujtë. Ashtu që jemi falimderues shumë, edhe po këthena të fillimi, të fëmijët e mi. Do më thonë, fëmijët e mi, une kom pas gjithmonë ndoshta dhe i kom forcirat, do më thonë, ata ka pas talentin, e natyrshëm. Si dizajnera, si vizatus, si piktor, si dy të arkitekta me profesion, edhe dy t'i bi si cilit instrument. Se t'ja i bi si baba pas. Si baba s'ka shans, po bile e kanë marrë talentin. Ja. Ma të mirë se baba, shumë ma të mirë. Unë të majnë men me hithat. Për herë të parë që unë jam njoftu me Luanin, është përmes hithave, përmes hitit Mori Loqka em, është një videoklip cilin me malqu tash e di sekund pas sekunde që ka ndodhë. Qash shumë e kom këshyrë, e kom dash shumë atë kangë, e kom dash shumë zhandrin që e ke bo. Po du me të pytë, a menon që e konë pak para kohës, se në 2002 e ke bo muzikën rock blues dyqysh. Nuk po thëmë që s'ka pas rock blues të na kur njetë. Po pak e konë para kohës. A na është shpënimi jam. Shëre, të muzika. Para kohë mas kohë, who cares? The music is the music. Sepse moda gjithmonë shkon t'ju kthy. Gjithmonë. Edhe stilet si muzikore, si në fashion, si në çfarë do stilit, artit, gjithmonë është si lup. Njerë 70-ave, që 70-ave bëhet 95, si grunge kur u kthy. Po.
Ti na shta se marrë me grunge music, Nirvana, Jo, nuk e majnë men kur u bo, po kur u këthy e majnë men. Pearl Jam, Nirvana, e shumë bende tjera, ato kem bendet 70-ave faktikisht, të cilat e bodën një rilindje të rock'n'rollit. E prap e këthyn rock'n'rollin e këthyn në skene botnore. Madje sikur këto R&B këngëtarët. R&B këngëtarët janë Aretha Franklin e viteve 60-ta. Po. Apo kupton? Nuk është kjo, soundi është ndoshta pak më this is it. Çaj mënyra këndimit Beyoncé që në Beyoncé nuk e ka kriju. Jo. Ajo ka ekzistuar 30 vjet më herët. Apo kupton? Që vishë e perfeksionon. Ashtu që edhe albumi i Hithave, albumi ku është kënga Mori Loçkem që përmende, ajo ka qenë, më thonë, prap një lup, për me kthy diçka që ka qenë më herët Kosovë. Për ndryshe je ndër vetmit që ke pas çastin në dokumentet e Vatikanit kur ke hulumtu për Skënderbeun. Edhe jo veç Vatikanit, po shumë vende. Po të Vatikanit, në Vatikan do këtë mas fështiri është me pas çastin të këto. I will tell you. Baba të kalëzën, Po du me të pytë, tu bazun këtë informacionet që i kinë lidhe me herojnë kombëtar. Ata merë menja... Për Skënderbeun. Po, për Skënderbeun. Hero kombëtare kemi edhe shumë të tjerë. Po, prej shumë herojnë dhe kombëtar për Skënderbeun, edhe po du me të pytë për këtë informacioneve që i ki për Skënderbeun. Ata merë menja që kish pas vendaj në bendin i thot? Nëse po, qka i shkon? Ato e kësha bu bodyguard bendit. Unë e thash menager. Jo, bodyguard, menager. Po, dyja. Edhe avokati bendit. Qëto i kish bo? Tri punë i kish bo. Jam i bindën. Po, normal, kur i bën të gjysën e tyne edhe baterist, edhe gitarist, edhe vokalist, qa ka që si bën 2-3 punë? Po, edhe e kry punë. Bile ka seriositetin. A u ka një shkur që ashtu qështojnë? Ja, normal punë. Sa është normal? Normal, një e 70. E një 80. Si kështu në për tregime e bërë si me konë 2-20? Kejtë bëdlakil ato, jeq, Edhe një pyetje tjetër. Helmetën. A e ka qitë në kry, a e ka pas për me majtë? Kur se ka bajt. Do më thonë e ka qitë në kry? Kur se ka, asë kry se ka bajt. A se ka pas me veti kur? E ka pas me veti, por nuk e ka bajt. E pse asociot gjithë shka me... Asociot, ajo nuk është helmet. Ajo është kuror ceremoniale. Këto du të me spjegu. Që e len afer vetit ku shkon... Jo, kurorat ceremoniale ju është dhonë 2 vjetë para vdekjes. Skënderbeu ka vdek 63 vjeçar, 1468. 63 vjeçar. Pali dytë ja ka dhuru 1460. Skënderbeu. Dhe më thonë, jena të folë 2 vjetë e gjysë para vdekjes. Nëse logarisim 1 vjetë para se me vdeka veç ka qenë një smut, më thonë, nashta 1 vjetë plot ajo, po një 7-8 muj, bile 2 betejat e fundit ai nuk merr pjesë, sepse është ratë. Tash, pse ka qenë ratë, ka, jo, malarja, jo, kjo, po, s'po hime. U konë pa qef? Pa qef, u konë, i kanë lonë dritare, qelë. Po, promaja. Po, promaja ka rukë si këtë qëptarë. Nuk e ka baj, po e kuptun që... Ana teknike është, që ana 2 anë teknike, po të thëmë. 3 kg e 300 gram i ka, është pesha e sa. Ti nëse e vënon 3 kg, sot, sheqer me vënon, kështu ty të shkot qafa milion. Dhe më thonë, është e pamundur me bajt, a veçanarisht me ngati, me shpatu, në kali, edhe me luftu, edhe me kry, pa e plastikës më kërë, është tirë. Kur e ke dizajnu 100 vjetë shtet? 100 vjetë shtet jonë 2 verzione. Verzioni i dytë është jemi. Verzioni parë është ky verzioni të cilin e ka bo tjetër kush. Po për versionin tem. Versionin tem është bo bashkë për 100 vjetorin e shtetit. Po, 100 vjetorin. A ke pas ma shumë këtë presionin historik? A ke pas presionin qka me zgjellë, qka fund të me zgjellë, me shku me Helvetika, me Mosterata? Ska bujt mik? Jo, është bo një verzioni cili ma vonë është ka ndryshu njëtë më ndej. E kom bo gjysën e Shqiponjës, dhe më thonë, ana e majtë ka qenë gjysa Shqiponjës, kurse ana djatë ka qenë me tekst, 100 vjetë shtet. Edhe e kom pas këtë kompanin Fruit of the Loom, cila ka qenë e regjistru me këtu, si kompani kom pas 2 dyqane, kom shtyp majtësa. Më thonë, më ndërtë parë që ka fillu me komercializu. Me Fruit of the Loom, plus. Po. Tash, a ke pa në rrjetet sociale që u bo
pyetje, a u kon te Fruit of the Loom një lloj vazo aty për mas që është me ngjyrë të kaft, se tash po thonë që nuk ka qenë kurr. A mon mend që të thënë? Ndëgjom, logot ndrohen çdo 2-3 vjet, 3-4 vjet bojnë ças detajet vogla ndrohen brenda logot. Për shembull Fanta e Pepsi për çto 50 vjet e fundit 10 herë kanë ndruar logot. Po për këto, a din çfarë po thonë? Për këto po thonë se s'ka ekzistuar hiç. Sport është. Po dhe si sport. Sport është, ka ekzistuar. Po, ka. E që tash është kanë hek. Po. Qyre. Ta kanë hek, sigurt e kanë hek. Po thonë që s'ka ekzistuar kurr. Nuk u Jo, që kjo unë nuk e di, çet sporti nuk e di. A peshe? Jo. Unë kom pas vetëm këto me këtë rushin edhe me moll. A peshe? Domethënë, unë mojnë mend çështu. Unë mojnë mend çto, nuk e di pse e mojnë mend çështu. Unë nuk e moj mend këto. Wow! Kjo është ajo që thonë Mandela effect? Po. Që na duket që u kon të kon, po nuk u kon. Wow! Domethënë s'ka ka kon. Në cilën vit 2000 çfarë? 2011. Po. Kena filluar 2010. A peshe internet i dashtën? Jo, s'ka pas, kom pas logon e madhe nalt. Edhe kom pas paketat, kom pas majicat që më kanë ardhur. Wow! Majicat, do më thonë, ka qenë kompani amerikane, e cila ka pas zyret në Gjermani, të cilat jo më prodhu majicat në Egjipt, edhe bazën ku kena marrë ka qenë Shkup. Para më do, tona e rrugë, edhe Luani me Shkup i marrë Shkup, majicat, për ku Shkup e që kupura, si më kartë kamioni, me paketa, jo, Excel, jo, kuqe, jo, bardha, jo, dzeza, jo, përjenta. Sa interesante. Kur edhe pak. Po. Për 100 vjetë qytet. Shqiponja, Skënderbega, 2 ditë e 2 natë s'kom flajt. 2 ditë e 2 natë kom shtyp. Po. Qa s'ka qenë rendi, më thëshim e dhe, ka lartë 30 vetë, jënë të prit majicat. E unë e ty shtyp, dzeta, varë, të qu. Sa parë në mësë bu. Su kom fa jep që koni që vjetori, ishte të si Shqipnis. Po kaloj pak të pjesa ku e ke rikthy hithat me djem. Kur bën ushtrime me djem, a është ma shumë për shembull kur kom bo, se s'bëjmë. Po, kur ke bo ushtrime me djem, a ka qenë ma shumë lëmë qyre tempon apo lëmë qyre se ka thirë nona me hongër buk? Ajo ka qenë një punë shumë serioze. Më thonë, e na konë cover band i bendeve të viteve 50-60 cilët kanë ekzekutu blues, rhythm and blues e tjera. Kemi pas të kënë ndoshta një 50 këngëre të parë, John Lee Hooker, I don't know, Tente Gary Moore. Edhe unë e kom pas një ide që me bo një blues band të mëmë. Ashtu pure. Ne kemi bo albumin, që është taj albumin me ropa te, quhet Family Tribute. Të më thonë një tribute që kemi bo na si familje, bluesit vite 50-60, Cream, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan. Po këtë të e në bo me në verzionet tona. Prap, i rrim shumë stekisht bluesit, do më thonë rhythm and blues, walking blues. Edhe njës nuk e di, ky album kur ka dalë në shitje, ka pas raste kur njeri për rasteve një Gjerman vjen këtu, ku me dy pse, edhe blen albumin. Shkon shpe, e ndigjon, wow! Edhe më thirë mu se është atë telefoni kontakti. Nisë të tashi, how is it possible for you to come to Germany and play in some jazz and blues clubs? Of course. Me djem. Allun me djem. Kur je kreativ, kur kemi shku atje, kemi lënë qatë shumë bresa gjermane. Pra po thëmë edhe në jazz dhe në blues klubit. Bile dojnë qizime egzistojnë në YouTube të kanalit Hithat Blues Trio, se është ndru prej Hithat dhe Hithat Blues Trio. S'kom dasht ma din më konë njejt, kom dasht pak me ndryshu konceptin edhe emrin, për shkak vetë llojit muzikës. Edhe ashtu që kemi qenë atje, mënde kanë qenë bajgi do festivalit tjera, për shembull festivali Venice ka qenë Shkup, ka qenë festivali madhe edhe i bluesit edhe i rock and rollit.
Edhe në për Shqipni, në për këto klubet Prishtinë, Stivoli që kena pas shoshit. Po çdo javë jena kon këto. Prap po them, një 60 vjet vetëm blues kena bërë. Well, I feel like this, well my baby can be found. Me ditë me knu se ti luan kur së shanal edhe të bu muhabet kisha knu. Atë çfarë bëra jeni? Atë sa është çaka çaska. Bravo, po bëçel. Zonja? Po shumë bukur. More Unë për program Drin. Shkojnë as 4-5 vjet mësosh. Ma më të mëdhesh Dina. Ma mos më mëdhe. Mos më nxjem ra atu që të shkoj. Mirë është. Hajde. Ke punu me marketing, me libra historik, me muzik, me gjithë shka e marrë, me fotografi. A ekziston nëj verzion i Luanit që nuk është kreativ? A ka në një fush ku nuk je kreativ? Sta donë, vëllai, sta donë. Që nashta ma dën. Po pritet tash. Për shembull, Kto punë të shtëpisë, çka janë drejt që ishte keni apo tash lumi i bën. Dita. Unë nuk i prek ato kur. Ajo ka deka e punë mo. Dita se dhe mu me staj s'ma do. Njerë në javë, mos të tholo se njerë në 2 javë, gruaja më thotë, Luan, ato të thotë shumë vot. Apo ne fisim pak të më fshi. Mori loshka. Edhe e kry punën. Normal. Po para se nuk të e vlojnë një Hazanplast, se aja dorza që është, aja dorza këtu po më vronë. Po nuk dhe me përdor, se nuk Po, të vrona, veç dësh me kap ma naj. Ma dhe heka cellë të ta këtë gjuj. Edhe në fund, a ke bo në fund nuk i ke fshi qoshet mirë. Jo i fshi. Ja, unë kur të hini punës, okay. ja e boj perfekt. Okej. Zakonisht në fund, në për shumë emisione, e bojnë këtë pyetjen ose i thojnë mysafirit, një mesazh për të rinjit, a bëden? Që të rinjit. Unë po du, Luan, prej teje, një mesazh për të moshuar. Mos shkoni në gym. Shkoni në gym? Në gym, që bëtë me shkoni në gym? 65 vjetë në gym, të më bëtë 18 vjetë. Po mi shtylla një 2 ditëve? Po ti mundesh edhe pa gym. Me hongër mirë, me flajt Me mirë. hongër mirë, me quni jetë mirë, me dalë me hecë, me taku me shokë, me pini kafe dikon, dhe si se. Ti kallëzoj që ti s'shkon në gym, Unë e ke shty dhe ishtash. Ja, në gym, unë s'kam që me shku, shka. Se, qa me po në gym? Me qurana? 6 vjetë. Ja, qyre, për 61 nuk t'i kshallon ma shumë se... Se 57. Jo, ma shumë se 47 nuk t'a kshallon as një. Mish dhe dasha mish. Luan Tashi, na kena mujt me fol edhe 2 sa tjera. Edhe të mirëm dhe të s'ki, vaksa vëlla ku pëta në emision 20 minuta me majt me mu. Gabimi është jemi, tjera herë, do të me zgatë emisionin 2 orë. Edhe... Mo dhe bo 3 pjesë. Ose që ideja? Part 1, part 2, part 3. Që dhe? Që ideja? Mesazhin për të moshuarit e kishim për ndryshe. Këtu janë dhurata nga Luani, super dhuratat. Që atje? Qëre? Mas pare e kemi këtu albumin original në kese. Njerës, në kese. Nuk e kam njetë me hek për kesës se... E ki në YouTube, kreti ki? Ti mos ka zë, Luan, se thomë që kështë veshune i kam e rritët vlerat se des tani. Ne, se s'ka lidhe, kena Hithat Blues Trio, Family Tribute, për cilin edhe folëm. Për ndryshe këtu e ki Luanin me djemë të ti. Edhe e kemi Unplugged, për herë të parë në Kosovë, e ki The Hithat Unplugged, dhurata e... DVD. DVD, DVD. To do më thonë tash do të me gjithë një DVD player me mujt me ba. Sune qonë kërkon. E kom bler një Sony që tash, kom bler Sony modelin e fundit DVD playerit, 25 euro. Për me a? Gjirë koka. Takiri. Edhe, më fund, vesh kime zgjedh njonin. Një kong. Jo. A e donë ma shumë Lumin Adrinin. Ja, s'koj, nuk... A e di une, që prënë të mi e di, ka në dojnë ma shumë. Pa, ka në do ma shumë. Unë kom edhe festën, vajzën. Po, e kom edhe 2 mesa. Ma si ke bo me këta muzik, po thëmë. Du t'ja lo që ka beja hosh shpirtin e njërës dhe tjetër. Nuk mëj mi da. Si me thonë, a e dërë ma shumë që t'gesht a qëta. Unë e qëta. I know. Deri në emisionin tjetër. Papa.